Tung. Arsim Mehmeti, prej restoranit Anda, në emisionin e përditshëm pos qëtunë dhe djeleve, qka ka me hangër. Sot do të bëjmë diqka me milnat kalamajt. Dikush i thot kaçamak, dikush i thot mill kalamajt, dikush i thot skrap, dikush. Mirë po, sot do të bëjmë një kombinim, shtresa, me do shtesa, kështu anash edhe të këshymë që për në del. Hajde Arsim, bina diqka. Po presim da pak derisat na vinë do sere pak ma speciale. Fillimisht, që nga ka pru Arsimi, që kjo është për kaçamak, dhe më thonë, ndryshe thënë edhe polenda, kjo është milli joni i mullinit, milli i kalamajt. Fillimisht e kemi qitë ujtë me vlu. Edhe na do t'ja qesim do kryp njere. Si kësaj, si asaj. Qështo. Te e bojmë pak të ndëshëm. Dhe sa të na shkrijet. Gjalpa, kjo shkrijet shumë shpejt edhe pse u konë në ngrime, u konë frigorifer, po spret pak të regje, krypën e këna qitë, po kësaj na mujna me qitë edhe mos të harrojmë magin. Ja qesim ka pak qështu, ja pak një shije se këtu ka milmesat lojshme, mos të harrojmë magin. E të këqyrim tash ako qëtu mu shkri ma mirë është edhe që kjo është tash mu i mja nalë të dyove që për me mja qitë kadal që qështu shumë ujtë e nëzet do të më pritë më fëto pak se shumë ka vlu. Mos mu bu dromca. E ke veç kom të utrash kadal. I ndyrë ka bol. Qështu. Do të mja bo veni se këto do të me ftof. Do të mja bo veni dhe më thonë për me eftof pak frigorifer. Na këto muj me shti edhe në furr, me utrash pak, me kriju një shtres, si të mos saj të parës. Pse? Dhe ma vonë do të spjegojmë pse. Krypën e ka, yndyrën e ka, shkojmë të e përzi qështu. Bravo. Nashta dikuj si pëlqen të pa jerë nuk bëhet kjo kështu. Kjo bëhet qyshti qëtë, qyshti ja bëjsh bëhet. Kaçamak mu. Mi për kaçamak e ka pak një behone, se aje do të me pas mas, do të me pas kajmak, do të me pas djatë mirë. Dhe marëm një luk të ashtë rafsh që shto. Ti marëm që
Ashtu. Bravo. Koka e nxehtë, duhet me pas kujdes. Furrën e kemi në 250 gradë. Nuk di çka të gatuaj sot. Nëse nuk ke ide blije, Magi Idea për racion të ri çdo ditë që me garanci ka sukses. Sot përgatisim pasta me mishpule. Presim mishin dhe skuqim. Për mbajtjen e qesës e përziej me ujë dhe pam për gatim. Kthej jashtoj mishit dhe e ziej. Ne vendosim pastat, shtojmë mishin e pulës në salcë dhe i mbulojmë me kaçkavall. I pjekim dhe gati. Tani thuaj diçka. Diçka mahnitshëm e shijshme. Magi Idea e re për racione, mahnitshëm të shijshme çdo ditë. Në ndërkohë tash e punojmë edhe këto. Njëjtë mënyrë qysh e bëma tjetër, veç që kësaj ndoshta i kena qit ujë pak më shumë. Kjo është më jegër pak. Shka të dromca kështu kjo, veç bëhet nuk mundet me u bë dromca që është bëhet ai tjetri. Po do mundna me shit kështu kada, bravo. Adja qesëm dhe i kështu. Edhe që kjo është gati, të më thonë. Tash për e presim ato më ju përforcu shtresa e sipërme. Kështu. Qëto dy as na duhen mo. Edhe kjo veç edhe pak na duhet. Të qesëm ma nalë pak. Që shto. Në ndërkohë na pa e grimcojmë pak djathin. Që shto. Ku pas një shok të kena. Kuja që le keri qka të ke bravo Mustafa. Edhe unë po thëmë bravo Mustafa. Ne presim këto me u përforcu pak. Nalt. Qështu. Na kësaj tash ja bojmë do shtesa. Djathit. Qështu. Moshëm qështu djathë, qështë dojmë, qatë dojmë, tonë të është vete këna ble. Pak spana qështu, hop. Qështu. Edhe. Qëto përmitash. E bo që kjo tash fenomenal. Apet e shtim këto në furë pak. Më ju shkri djathi. Edhe spanao që më ju zbut pak. Tash të zbresim këto tash në mes shpëretit. Qështu. Edhe presim për një 10-15 minuta, jo më shumë.
E tash, u bo përvërsisht 15 minuta, edhe ma mërmenja që edhe kje gatshme është, bravo, Mirë është, shërbet edhe nxehtë edhe aftëft, kur pa problemi nuk është. Edhe kur e lo muftof, mujna me nxehtë prapë. Muj me do bloqe, që qështu. Nuk ka kur pa problemi, që qështu. Të marrëm një pjatë qështu, të qesim pak. Bënë edhe me qëto, që qështu. To bujna me shërby me pak jogurt. Që qështu. Na boh mirë.